Që se jemi tek profesori Abdullah bin Farrukh el-Kairawanit, jemi tek njëri prej imamlarëve të mëdhenj të së kohës, i quhet Sulejman bin Mihran el-A'mash. Ky ka qenë njëri prej nxënësve të Ibrahim el-Nakhai. El-A'mash ka qenë nxënësi i Ibrahim el-Nakhai, një dietar kolosal, e sa kohë imam prej imamlarëve më të mëdhenj të hadithit. Dhe ky ka qenë prej tabiinëve të hershëm, sa që është takuar dhe ka marrë mësim nga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Një herë Ibrahim el-Nakhai dëshiroi që të shkonte në xhami, por ka qenë i verbër, nuk shikon. Dhe nxënësi i Sulejman bin Mihran el-A'mash, pra imam el-A'mash, nxënësi i tij ka qenë gjithashtu me shikim të dobët, që më vonë u çoi deri në verbin e tij plot. Por në këtë kohë, siç ka përmendur Abdurrahman bin Jauzi, që një herë dëshiroi Ibrahim el-Nakhai të shkojë për në xhami. Edhe normalisht për ta respektuar hoxhën e tij, imam el-A'mash i fut krahun për ta çuar në xhami. Mirë po, Ibrahim el-Nakhai i thot nxënësit të tij, i thot, është më mirë, thot, لو تخفت طريقا واخفت اخر. Thot, do ishte më mirë që ti të ndiqje, të ikje në një rrugë dhe të merrje një rrugë tjetër. Me qëllim që kur ta shikojmë në lehtin në lagje që ne do kalojmë, mos na përgojojnë e të thonë që një verbër po të liqet, po komandohet në një verbër tjetër, në një njeri që nuk shikon mirë. E kështu na përgojojnë e të binë gjëna. I thot, ma alejk, i thot imam el-A'mash, profesorit të Ibrahim el-Nakhai, i thot, ma alejk, nu'jar o ya'thamun. Që lidhje tjeti? Alhamdulillah, ne marrë shpërblime, e ata binë gjuna. I thot, ja, subhanallah, النسم ويسلمون خير من أن يأثمون ونؤجر. I thot një rregull që vlen të shkruhet. Ja vlen të shkruhet ta kemi parasysh. Ibrahim el-Nakhai jep tashmë një edukat dhe një ide nxënësit të tij. I thot, pse kënaqesh ti që ata të binë gjuna? Është më mirë për ne atini të qetë e ata të mos binë në këtë përgojimin tonë, mos të marrë në përgojnë, është më mirë se sa ne të shpërblemi dhe ata të binë gjuna. Pra muslimani do të ketë zemrën e pastër. Muslimani duhet që të mos kënaqet me gabimet e tjerëve, po në edhe në të drejtë të tij. Pra një muslimani nuk duhet të kënaqet që dikush provojë alhamdulillah dhe në shpërblim e marrë. Pse? Asnjëherë muslimani nuk duhet të ndezi apo të shtrihet objekt bisede apo të shtyjë njerëzit për ta përgojuar apo për t'i fut njerëzit në gjuna. Kur mos u kënaq me të? Mos u bëj se vetë që vllai të binë gjuna, të të përgojohet ty. Kur mos e ndiz dëshirën njerëzve që ata të binë gjuna. Kur mos e ndiz dëshirën që ata të përgojojnë. Por do ta kesh zemrën e pastër me ata. Siç folën në Beshir, ne jemi ta kemi zemrën e pastër me vëllezërit tonë. Të duhemi. Kur u do të na kënaqë, gjunoj vllau. Çfarë të gëzon ti ditën e gjykimit? Që vllai të dihet për shkakun tënd. Allahu ta jep zjarr dikën për shkakun tënd. Kur thot Allahu ti do të kesh zjarr për shkak të filan, për shkakun tënd. A jeni? Çfarë fitohet në atë? A futet në xhenet këtu? Largojmë nga zjarri këtu? Jo. Prandaj njeriu të ketë zemrën e pastër me vëllezër. Mos bëhet ai shkakun, mos e zgjosh ti dëshirë, mos vallëzesh ti atë dëshirën e tij që ai përgojon ty. Prandaj imam Ibrahim el-Nakhai i dha të rregull të artë nxënësit të tij imam el-A'mash, i cili thotë që më mirë ne t'jemi të qetë, edhe ata të janë të qetë, mos ta përgojojnë,
është më mirë kjo me gjë, se sa ata të bimë gjëna, në provojnë dhe neve të marrë shpërblime, jo. Kjo gjë, kjo rregull nuk vjen tek ne muslimanë. Tek ne vjen kjo. Ata kanë qenë dhe ne të jemi të qetë.